Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në rubrikën tonë X-Ray do analizojmë një ngjarje të rëndësishme që ka rëndësi jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ka rëndësi edhe për paqen globale. Mbrëm, presidenti Trump në orën 10 të mbrëmjes njoftoi se ushtria amerikane i është bashkuar asaj izraelite në sulmet e saj kundër objektivave të atyre qendrave të trajtimit të uraniumit në Iran, pikërisht në Fordo, në Natanz dhe në Isfahan. Është Isfahan, më falni. Kjo është një ngjarje disi e papritur në një aspekt, por jo aq e papritur pasi presidenti Trump pati paremëruar që brenda 2 javësh do të merrte një vendim. Po a është ky vendim i dur, çfarë implikimesh ka në skenën ndërkombëtare, do të analizojmë me mikun ton Reginaldo Nazarko. Zoti Reginaldo, mirëse. Mirëse u gjeta. Është disi e papritur, po ka dhe element të sigurisë të veprimeve ushtarake, fakti që Shtetet Bashkuara, si tha presidenti Trump, sulmuan 3 objektiva në Iran që kanë bënë me prodhimet bërthamore, duke i asgjësuar krejtësisht ato qendra që unë përmenda. A ishte befasuese kjo deklaratë e presidentit? Befasuese nuk mendoj se ishte, sepse ka pasur diskutime mbi të javën e fundit, 2 javët e fundit, le të themi, që kur filloi lufta midis Izraelit dhe Iranit, edhe lëvizjet ushtarake ajrore të Shteteve të Bashkuara, boshimi i aseteve në lindjen e mesme kështu me radhë, kishte një trajektor, një indikim që tregonte që Shtetet e Bashkuara po përgatisnin një operacion luftarak. Ajo që ka pritej të shihej ishte çfarë kapaciteti do të kishte ky operacion. Edhe e pam mbrëm kapaciteti i operacionit që do të thosha të jetë i limituar, sepse vazhdon të jetë në vijë me atë politikën e presidentit Trump që nuk do ndryshim regjimi, nuk do përhapje të luftës në lindjen e mesme ose përhapje të luftrave të tjera në botë, dhe zhvilloi një operacion të limituar duke shënjestruar bazat e programit bërthamor iranian. Ajo që ka ndodhi, besoj, ishte e pritur. Çfarë është e papritur është ajo çka do të ndodhë dhe si do të zhvillohet situata më gjerë nga kjo pikë. Natyrisht, presidenti Trump synoi një zgjidhje diplomatike, ja paraqiti Iranit, i dha 60 ditë kohë, nuk u realizua asnjë takim ndërmjet palëve, i dha një afat tjetër 2 javor, dhe brenda këtij afati 2 javor ai veproi siç veproi kundër Sulejmanit, që asgjësimit e tij. Pra, presupozimi amerikan është të kryente një goditje apo disa goditje që dëmtojnë pikërisht sistemin e përgatitjeve për një bombë bërthamore nga ana e Iranit. A mendoni se kjo mund të ketë implikime të tjera? Deri tash ka patur deklarata nga Irani, ka patur sulme ndaj Izraelit si kanë vazhduar, por nuk ka ndonjë sulm ndaj objektivave amerikane në rajon. Pritet të shihet ende reagimi i Iranit, ka disa opsione sipas mendimit tim. Opsioni i parë është që Irani nuk kërkon zgjerim të konfliktit, dhe do të vazhdojë të angazhohet thjesht me Izraelin, ose do të kërkojë një exit, një dalje diplomatike nga kjo situatë, ndoshta shumë ngjashëm me situatën e Huthive në Yemen, ku presidenti Trump zhvilloi bombardime ajrore mbi ta dhe në fund arriti një marrëveshje që anijet e tregtisë amerikane të lejoheshin të kalonin nëpërmjet detit Kuq. Mund të shohim diçka shumë të ngjashme me Iranin, por kjo varet nga Irani dhe sa vetbesim ka Irani që mund të themi të mund dorën e Shteteve Bashkuara ose të Izraelit në këtë agresion, në këtë luftë,
dhe sa dëm, ndoshta jo të drejt për drejt, mund t'i jap Shtetet e Bashkuara. Një opsion që Irani ka në tryezë është mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Mirë, pra mbyllja e ngushticës së Hormuzit do thot bllokim i furnizimit me naftë nga vendet e gjirit, por do thot edhe bllokim i furnizimit me naftë nga Irani për vend tilla si Rusia apo Kina që janë të ardhat kryesore mbështetëse të Iranit. Është një mjet në disponim të tyre, do të thosha nuk është një mjet. Sot Parlamenti iranian e aprovoi mbylljen e ngushticës së Hormuzit, pritet se a do e aprovoj Ayatollahu, lideri suprem i Iranit këtë lëvizje. Është lëvizje komplikuar sepse dhe Irani e di mirë që do të krijojë armiq ndërkombëtar duke bërë këtë lëvizje. Po mbyllja e ngushticës së Hormuzit kërkon që të vendosë luftarnie iraniane. Po nëse nga krau tjetër ose minime, do të minoj. Po minimet shkojnë thella, ose aty mund të vinë, mund të ketë përplasje mes flotave dhe flotës amerikane dhe vendeve të tjera. Me shumë gjasa, po ndodhi diçka e tillë, atëherë do të zgjeroj konfliktin në një ndërhyrje të drejt për drejt të Shtetet e Bashkuara, ose me forca këmbësorie, ose me forca detare, që të hap prapë atë ngushticë, e cila 80% e furnizimit global të naftës kalon nëpërmjet asaj ngushtice të Hormuzit. Po mirë, ngushtica e Hormuzit janë dhe vendet Arabisë Saudite. Po pra janë tërë vendet e gjirit persik. Janë vendet kryesore të naftës, Katari, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Bahreini, Kuveiti e kështu me radhë. Irani gjithashtu përfshirë në këtë mes. Ndërsa nëse kjo do të jetë e vetmja veprim që Irani mund të marrë, unë tha që kjo ka dhe kundër reagim. I shqetëson gjithë amerikanët në këtë moment. A do ketë ndonjë sulm iranian ndaj objektive ushtarake amerikane, si në Siri, si në Irak, si në Oman, si në bazat që kanë në këto vendet arabe? Këtu zhvillohet ajo loja e luftës psikologjike, le të themi, ose ajo loja e shahut midis dyre vendeve. Irani mund të jetë, siç e tham, një opsion është ngushtica e Hormuzit. Opsioni tjetër është mobilizimi i proksive të ndryshëm që kanë në rajon. Megjithatë, prokset e rajonit i ka rënë fuqia, sepse Hizbollah ndoshta, por në Irak ka ende proksi. Në Irak edhe në Fronti i mobilizimit popullor i Irakut, që është një grup ushtarak militar shiit. Po, shiit në disponim të forcës Quds iraniane, është një nga asetet e tyre. Ka dhe sisteme raketore iraniane, predha që mund të arrijnë bazat amerikane në rajon. Janë të gjitha opsione që janë në tryezë, mendoj. Por pyetja qëndron që a do ta ndërmarrë Irani këtë hap? A ka Irani aq vetbesim në aftësitë e veta ushtarake që ta zgjas konfliktin ose të ketë një farë mbështetje në këtë konflikt që të dalë fitimtar? Ose është i shqetësuar regjimi iranian për një rënje ose për një ndërhyrje amerikane më të thellë. Opsioni tjetër është që Trumpi këtë mund ta ketë bërë si lëvizje vetëm për sy e faqe, kur i themi ne në Shqip, që shënjëstrovi diçka, bëri diçka që mos tregonte që Amerika nuk ka fuqi të ndërhyjë në këto situata. Deklarata e shefit të Pentagonit, Axel, ishte Trumpi atë që thotë bën në sot mëngjes në orën 8 të mëngjesit. Ka këtë ide të peace through strength, paqe nëpërmjet forcës, dhe Trumpi është një individ, një tip i cili e kemi diskutuar edhe më parë, i cili operon në këtë mënyrë që do të tregojë atë forcën e vet që ta detyrojë tjetrin në tryezë. Dhe akoma shpreson deklaratat e Shtëpisë së Bardhë të Pentagonit, si sot thonë që ne shpresojmë që Irani të ulet në tryezën e diplomacisë, nuk duam ndryshim regjimi. Këtë thonë. Kjo ishte deklarate që deklaroi dhe Pete Hegseth. Edhe generali. Po nga ana iraniane, pikpamja e tyre është që diplomacia nuk bëhet nëpërmjet luftës. Dhe si mund ta besojnë ministrit të jashtëm iranian, Arakxhi. Okej. Sot në mëngjes ishte që ne, do më thënë, diplomacia nuk vijon pas luftës, diplomacia bëhet përpara se. Megjithatë,
Diplomacia ka të bëjë me fuqinë. Po. Opsionet e Iranit janë të limituara dhe këtë besoj unë ka qenë shpresa e Shteteve të Bashkuara në atë sulm që të jap Iranit opsionet të limituara dhe të ulet Iranin tryez. Ka diskutime që edhe Izraeli është i gatshëm të ndalë sulmet nëse ka një farë diplomacie në mes tani, edhe pse Izraelitëve nuk u zihet bezë, sepse e kanë thyer atë bezë shpesh herë, jo vetëm ndaj Iranit, po edhe ndaj Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, më fal se të ndërprema, deklarata e Netanyahu mbrëm ku vlerësonte involvimin amerikan në këtë sulm, tregon se aleanca midis të dy vendeve, pavarësisht atyre skirmish, do të thosha, midis Netanyahut edhe Shteteve të Bashkuara, është në këtë rast Izraeli arriti atë që deshte involvimin amerikan në luftë. Megjithatë Amerika nuk kishte, o do humte fytyrën Trumpi, se ai nuk do të vinte asnjë delegacion, ose do merrte atë që tha. Po, a mendon se është bota më e sigurt pas goditjes së këtyre tre objektivave? Personalisht jo, sepse nuk është vetëm implikimi ushtarak ose ai i luftës në këtë rast, është implikimi i ligjit ndërkombëtar. Dhe Irani, çfarëdo lloj mendimi mund të kenë njerëzit, është një shtet sovran, një shtet me aftësi diplomatike, me aftësi ndërkombëtare, e drejta e të cilit u nënçmua në këtë rast. Dhe Irani ka edhe deklaruar që do të ndërmarr hapa ligjore kundër Shteteve të Bashkuara për këtë sulm. Ndoshta kjo është një shenjë e mirë që nuk duan ta zgjerojnë konfliktin. Ata deklaruan që mund të thrasin Këshillin e Sigurimit me ndërmjetësimin e Rusisë e të Kinës, por sidoqoftë Irani është parë edhe më parë, jo vetëm nga Izraeli edhe nga Shtetet e Bashkuara, por dhe vendet evropiane si një stimulues i akteve terroriste. Kjo është pretekst, sidomos nga ana e Izraelit për të zbatuar ato planet e veta në rajon. Po s'është pretekst, sepse Houthit dihet që janë stimuluar nga Irani. Po stimulojnë pagesë, edhe Hezbollahu është mbështetur nga Irani. Sigurisht. Me furnizime. Por në fund të fundit këto grupe të ndryshme lindin nga ajo nevoja e rajonit, le të themi, kundrejt agresionit izraelit. Dhe e shohim shumë mirë që Izraeli nuk ka ndërmend të ndalojë tek Irani. Po çfarë agresioni ka Izraeli ndaj Houthëve? Në Yemen po në Yemen s'ka ndryrë. Është agresion ideologjik kundrejt rajonit në përgjithësi. Po jo pra. Çështja palestineze për shembull. Çështja është çështje rajonale. Çështje rajonale, është çështje e drejtë, është çështje që duhet parë, është çështje që lypset e duhet të zgjidhet jo me ato forma, ashtu si qanin izraelitët se u sulmuan një spital. Sa spitale janë sulmuar në Gaza, pra duhet bërë një analizë përgjithshme e situatës, por problemi është kur kalohet ke armët bërthamore, vjet në rrezik ekzistenca e njerëzimit. Jam dakord, jam shumë dakord, dhe këtu qëndron fakti që diplomacia ndërkombëtare, këtë gabim po bën Amerika në mendimin tim, që po nënçmon atë sistemin e vetë post luftës dytë botërore që e ndërtoi me aq mund dhe me aq balans, një sistem ndërkombëtar të drejtësisë, le të themi, ku Amerika është e barabartë me të tjerët. Por nuk siç themi në Shqip, nuk është kjo bëj siç them unë, jo siç bëj unë. Dhe Amerika po bën këtë tani më, është bëj siç them unë, jo siç bëj unë. Izraeli është i vetmi vend në lindjen e mesme që ka bombë bërthamore sot e kësaj dite. Dhe refuzon të ketë investigime nga Kombet e Bashkuara mbi programin e vet bërthamor, nuk është nënshkrues i paktit bërthamor ndërkombëtar non-proliferation që e quajnë. Do të thënë vendi, le të mos themi Irani, le të themi shembull Turqia, ose le të themi Siria, ose le të themi kur këto vende fqinjet e Izraelit e shikojnë këtë lloj hipokrizie në ligjin ndërkombëtar, nga pikpamja e tyre, siguria e tyre nuk është e garantuar, sepse ka një imbalancë fuqie në rajon.
Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, po ndërpresim këtu emisionin për një pauzë publicitare. Do të kthehemi menjëherë pas saj në bisedën tonë mjaft interesante me zotin Reginaldo Nazarko.